Për formimin e institucioneve, Kosova po shkon drejt seancës konstituive të kuvendit. Parlamenti i ri pritet të formohet e bashkë me të sipas analizëve dhe qeveria e re, por dilema ka për pozitën e presidentit. Njohës të zhvillimeve politike shprehen skeptik se spektri politik do të arrijë një marrëveshje për zgjedhjen e kreut të shtetit, duke parë qëndrimet e dritanishme të tyre. Vërejtë që nuk do të mund të jetë ose të ketë ndonjë marrëveshje eventuale në mes të lëvizjes vendosur të ndonjë partie tjetër. Në këtë rast, siç i mbeti në para se të deklarohet zoti Abdigjiku, ndonjë marrëveshje me LDK-n. Dhe kështu po besoj që do të hyjmë në një situatë ku votohet atë ditë kryetari i kuvendit dhe nënkryetarët për konstitut kuvendi. Ndoshta mund të votohet qeveria nëse zoti Kurti ka shumicën e nevojshme të deputetëve të komunitetit, shumicën se është folë se nuk i ka të gjithë gati se, dhe të hyjmë në afatin për zgjedhjen e presidentit. Megjithatë, ja ka shprehur se derisa të konsumohet afati 6 ditor për zgjedhjen e presidentit, deputetët duhet të shtyjnë para në kuvend ligjet që lidhen me planin e rritjes. Ne si IKD vlerësojmë që veçanërisht çështjet që lidhen me planin e rritjes do duhej me u intensifiku punët në mënyrë që të zbatohen dhe të kemi një rezultat të fundit të mirë, sepse nga ai rezultat i mirë i politikave që mund të miratohen, do të varet edhe disbursimi i qindra miliona eurove nga Bashkimi Evropian. Mungesa e institucioneve sipas njohësve të fushës ka dëmtuar Kosovën edhe në politikën e jashtme. Kur nuk kemi qeveri funksionale, nuk kemi kuvend funksional, edhe rrjedhimisht në krejt këtë saga politike nëse mund ta quaj ashtu, është natyrisht duke u dëmtuar dhe diplomacia e Kosovës. Kemi humbur disa raste, disa momentume kur Kosova ka mundur të bëjë presion që të shqyrtohet aplikimi ose të aplikoj pak më herët dhe të shfrytëzoj momentume për statusin kandidat, sepse e dim që në të kaluarën ka qenë gjithmonë kerrët e stekë dhe Kosova është kurzuar shumë më shumë. Me afrimin e seancës konstituive të kuvendit është shtuar presioni për spektrin politik për arritjen e një marrëveshjeje për të nxjerrë vendin nga bllokada institucionale.